Kreu i Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor Nikola Memov thot se nuk kanë propozuar të qeveria të rritet pragu për pensionim në vendin ton. Aktualisht është 64 vjeç për burrat dhe 62 vjeç për gratë. Në intervistën për Radion Europa e Lirë, Memov mbrojti vendimin për rritjen lineare të pensioneve, duke argumentuar se me këtë mbrohet standardi i pensionistëve. Трябва да се истакне и граѓаните треба да знаат дека ова усогласување се прави заради намалување на животните трошоци, односно усогласување на животните трошоци и животниот стандард со покачувањето на ценовните шокови практично во општеството и заради зголемување на платите во општиот сектор. Зголемувањето на пензиите значи zgolemuanje na životniot standard na pensioner. Por nëse shikohen numrat e entit shtetëror të statistikave për varfërinë në Maqedoninë e Veriut, pensionistët nuk janë në grupin e qytetarëve më të varfër. Grupi i parë janë të papunët, pastaj popullsia jo aktive, më pas vijnë pensionistët dhe në fund si më pak të varfër janë të punësuarit. Por nëse këto të dhëna kryqëzohen në tabelën për varfërinë para dhe pas transferave sociale, shihet se 40% e familjeve në Maqedoni do të ishin nën kufirin e jetesës normale, nëse nuk do të kishte transfera sociale dhe pensione. Pamja përmirësohet në mënyrë drastike pas pagesës së pensioneve, kur varfëria ulet për 15% dhe arrin në 25% të popullsisë. Transferet sociale të tjera përfshirë shtesat për fëmijë, kompensimet për mbrojtje sociale dhe ndihmën monetare për kategori të prekshme e ulin varfërinë vetëm për 2.8%. Në vitin 2023, sipas statistikave, 22.2% e qytetarëve dhe familjeve në Maqedoni ishin nën kufirin e varfërisë. Këto të dhëna tregojnë se pensionet janë kryesisht një kategori sociale. Domethënë, u mundësojnë familjeve ku ka 1 ose 2 pensionistë të mos jenë të varfëra. Kreu i Fondit Pensional Memov në pyetjen e gazetarëve pse është shkuar në rritjen lineare të pensioneve dhe nuk u zgjodh të ketë rritje më të madhe për pensionet më të ulta, domethënë për më të varfërit që janë 11.2% e të gjithë pensionistëve, ndërsa të tjerët 88.8% nuk janë në grupin e të varfërve, u përgjigj se kanë ndjekur kërkesat e shoqatave të pensionistëve. Видете, значи барањето на сите релевантни здруженија на пензионери, вклучувајќи го и најголемото здружение, тоа е Сојузот на здруженија на пензионери во Република Македонија, се беше во насока на линеарно зголемување на пензиите. И владата тоа го испочитува, на крајот на криштата ние како фонд за пензijsko-инвалидско осигурување не ги носиме политиките во оваа сфера, ние сме инструмент за имплементација на политиките што ги усвојува владата преку собранието. Владата е таа која што ги носи овие законски решенија. Ndryshe, sipas projekt buxhetit për vitin 2026 për pagesën e pensioneve nga shtylla e parë nga fondi do të nevojitet mbi 1 miliard e 900 milion euro. Nga kontributët planifikohen të mblidhen mbi 1 miliard e 380 milion euro, domethënë paratë që mungojnë në shumën prej 520 milion euro do të sigurohen nga buxheti, nga tatimet dhe detyrimet e tjera që mblidhen.